Pra, e para është që Trumpi është i kapur personalisht nga Izraeli, e dyta duhet të kuptojmë diçka që politikën amerikane e kontrollon lobi që fut. Do thënë lobi që fut është ai që të sjell në pushtet, është ai që të heq nga pushteti. Dhe Trumpit i kanë bërë 2 herë atentate që kanë dashur ta vrasin. Trumpi e di shumë mirë se kush e vrau president John Kennedy, dhe Trumpi është i friksuar për jetën e tij. Por në anën tjetër, ai e kupton që tani imazhi i Amerikës ka rënë me luftën që ata bën kundër Iranit, nga që në këto momente që ne flasim, pas armpushimit që u bë pas 40 ditësh luftë, Irani ka dalë më i fuqishëm se sa ishte përpara luftës. Irani në këto momente kontrollon shitjen e naftës nga Gjiri Persik. Irani arriti që goditi baza amerikane ashtu sikur asnjë fuqi nuk i ka goditur në historinë e Amerikës që nga lufta e dytë botërore, me sulmin japonez kundër Pearl Harborit. Dhe për më tepër këto regjimet kukulla arabe, të cilave Trumpi në maj të vitit 2025 i vuri haraç, i mori 4.5 trilion dollar për të ringritur ekonominë amerikane. Në këto momente, e para, regjimet arabe janë të shkatruara, 2 janë nën sanksione apo embargo nga Irani, nga që Irani nuk i lejon që të shesin naftë. 3, miti i fuqisë amerikane se deri në 28 shkurt të këtij viti sheikët arab paguanin me triliona dollar industrinë e luftës amerikane me premtimin nga amerikanët që neve do t'ju mbrojmë juve gjithmonë. Por ajo që ndodhi në luftën 40 ditore tregoi që Amerika nuk është ajo që e ka mitizuar vetveten. Amerika është një fuqi në rënje dhe e dobët, dhe Irani ka mundësi që jo vetëm t'i godasi regjimet arabe, jo vetëm t'i shkatërrojë atyre bazën ekonomike, por Irani sikur kërcënoi Sauditët, Emiratet dhe Kuvajtin, gjatë kohës që flitej ndoshta për një pushtim të mundshëm ushtarak të Iranit, Irani kërcënoi regjimet arabe që do t'i pushtonte ata me milici iraniane dhe irakene, kur bëhet fjalë për Kuvajtin, territoret Arabisë Saudite, Bahreinin dhe Emiratet Arabe, dhe gjithashtu do i dërgonte 3 milion ushtar nga Jemeni për të pushtuar zonat e detit kuq të Arabisë Saudite. Dhe në këto momente, domethënë, imazhi i Amerikës ka rënë. Amerikën nuk e do gjithë njerëzimi qëndron me Iranin, dhe si pasojë edhe politikave budallaqe që Donald Trumpi ka ndjekur, kërcënimet që i ka bërë gjithë botës, tarifat që i vinte vendeve të ndryshme, kërcënimin që bëri ndaj Bashkimit Evropian dhe NATO-s kur kërcënonte që ti merrte me dhunë Grönlandën, Danimarkës, kërcënimin që i bëri Kanadas, kërcënimin që i ka bërë Meksikës, rrëmbimin që i bëri Maduros e tjerë, sot amerikanët janë në pikën më të dobët të pushtetit të tyre, dhe ata kuptojnë që bën gabim të madh me atë që bën kur i shpallën luftë Iranit, po për fatin e keq të amerikanëve është Benjamin Netanyahu ai që komandon sot Amerikën. Ulsi, në fakt ekspertët ndërkombëtar që e njohin shumë mirë zhvillimet në lindjen e mesme kanë deklaruar se edhe amerikanët edhe iranianët nuk e duan rifillimin e një lufte pra që e ndërpren. Besoni që do shkojë drejt një marrëveshje apo do shkojë drejt rifillimit të luftës? Kjo varet, sikur thash më herët, në dorë të Benjamin Netanyahu. Amerikanët nuk duan luftë, dhe që lufta është shumë e kushtueshme dhe ata nuk po fitojnë gjë. Ata e dinë që nuk e hapin dot kanalin e Hormuzit me luftë, dhe amerikanët kanë vetëm këto opsione. Opsioni numër 1 është të hedhin bombën nukleare,
gjë që mund të çojë në reaksion zinxhir dhe mund të fusi edhe fuqi të tjera nukleare që të fillojnë të përdorin bomba dhe të shkatërrohet bota. Opsioni 2 është që të arrijë një marrëveshje me Iranin, por nuk i le Izraeli. Opsioni 3 është që ta lejnë këtë luftë kështu tërhiqje mos e kput, por situata e amerikanëve në këtë moment është shumë e keqe. Ama amerikanët nuk duan luftë, por problemi është, sikur e përmenda më herët, është ai lobi i Izraelit. Është Benjamin Netanyahu, është ajo mafia që është ai që mund ta quajmë deep state apo shteti i thellë sot në Amerikë, e cila e kërcënon Amerikën dhe e çon atë gjithmonë në luftë. Në një shkrim ose analizë të bërë nga The Guardian, thuhet se Benjamin Netanyahu është humbësi më i madh i kësaj lufte. Analiza e The Guardianit nuk është gabim, këtë po e thonë shumë media perëndimore. Nga që Benjamin Netanyahu në këto momente e kupton se do të kuptojmë diçka, që rënja e Amerikës, humbja e Amerikës në një luftë, në fundit është humbje për Izraelin, e që Izraeli nuk ekziston dot pa perandorinë amerikane që e mban me lek, e mban me armë, e mbron nga ligji ndërkombëtar dhe kërcënon botën për atë. Por Netanyahu është humbës i madh nga që duhet shohim këto gjëra. Përpara datës 28 shkurt, Netanyahu hapej edhe mburrej përpara publikut zionist, se thoshte që unë e shkatrova boshtin e rezistencës, boshti shit është i dobësuar, thoshte që Hizbullahin e shkatrova në Liban, nuk ka më Hizbullah, Hamasin e shkatrova, Huthitë e Yemenit I kemi izoluar, dhe Irani është I izoluar dhe vuan në sanksione. Dhe pak a shumë Netanyahu nuk ishte gabim, sepse amerikanët me izraelitët kanë arritur suksese spektakolare pas luftës së 7 tetorit që 2023 që nisi Hamasi. Nga që e para ata kanë zhdukur nga 100.000 deri ndoshta gjysmë milioni njerëz në Gaza. Gazën e kanë shkretëtuar, e kanë kthyer në epokën e gurit, ku ata njerëz që janë aty ata po vdesin për ditë. Hizbullahit I vran sekretarin e përgjithshëm, I vran komandantët kryesor dhe popullatën shite të Libanit e shkatruan në masë, sikur I shkatruan edhe armatimet Hizbullahit. Fitoria më e madhe për Netanyahun ishte rrëzimi I Asadit në dhjetor të vitit 2024, ku Siria ishte vendi më I madh arab I cili vazhdonte që të refuzonte që të kishte paqe me Izraelin dhe mbështeste Palestinën. Dhe Netanyahu arriti gjithë to fitore Izraeli, duke shkatruar atë që ekspertët ushtarak izraelit quanin the ring of fire, apo ai rreth I zjarit që Irani kishte ndërtuar rreth Izraelit. Edhe për më tepër, me luftën 12 ditore të qershorit vitit 2025, ku Izraeli bombardoi Teheranin dhe vrau krerët kryesor të ushtrisë amerikane dhe të programit nuklear iranian, Netanyahu dhe Izraeli mendonte që kishte arritur fitoren më të madhe, nga që lufta tani më ishte larguar nga kufiri I Izraelit dhe Izraeli arriti që ta çojë luftën në zemër të armikut të vet që ishte Teherani. Pra, deri në ato moment, domethënë deri në datën 28 shkurt, Netanyahu I mburrej jo vetëm zionistëve në Izrael, por edhe botës arabe, ku I tregoi botës arabe që shipe, unë I shkatrova gjithë aleatët e Iranit dhe arrita ta bombardoj Teheranin dhe Irani ishte nën sanksione mbytëse. Dhe Izraeli arriti që nëpërmjet presionit, korrupsionit e tjerë, ta listoi Iranin si shtet terrorist, Garda Revolucionare si organizatë terroriste, arriti në përvende kukulla sikur Shqipëria, por ka bërë edhe në Singapur dhe vende të tjera,
që ta do bëj Iranin totalisht nga këto vende, duke urdhëruar basadet e tij. Por ç'a ndodhi pas kësaj lufte 40 ditore, Netanyahu është shumë si më i madh sepse Irani u rikthye prapë. E para, Hizbullahi që pretendohej që ishte zhdukur është aty dhe ka bërë një luftë spektakolare në këto 40 ditë luftime, duke shkatruar me qindra tanke izraelit dhe duke i detyruar çifutët ku ata pretenduan që do ta pushtonin Libanin e Jugut deri në lumin Litani etj, që të tërhiqen në kufi, nga që po vriteshin në masë nga Hizbullahi. Hizbullahi që Netanyahu pretendonte se u zhduk, ka djegur veriun e Izraelit dhe ka shkaktuar, nëse s'jam gabim, rreth 1 milion veta brenda në Izrael që të largohen nga veriu. E dyta, Iranin, të cilin Netanyahu i prehu krahët, sidomos me rrëzimin e Asadit në Siri dhe duke e goditur në qershor të 2025-s dhe Irani qëndronte izoluar dhe i trembur. Këto momente Irani jo vetëm që është rikthyer mbrapsht, por Irani ka djegur të gjithë regjimet kukulla dhe aleate të Izraelit, u ka shkatruar atyre industrinë e naftës dhe të gazit, në veçanti Bahreini dhe Emiratet Arabe, që janë dy vendet që nënshkruan hapur ato që quhen akorde abrahamike, janë goditur më keq, ku Dubai dhe Abu Dhabi janë djegur në mënyrë totale. Dhe përveç kësaj, pra, në këto momente Irani jo vetëm që tregoi fuqinë e tij dhe jo vetëm që u kundërpërgjigjë Izraelit, jo vetëm që e mbajti Izraelin për 40 ditë të jetoj në bunker, po Irani tani po shkakton një krizë globale duke bllokuar naftën, ku regjimet e Gjirit Persik, sikur Arabia Saudite me Emiratet Arabe, lekët që ato bënin nga nafta i financonin në Izrael. Një shembull është për shembull rasti i Jared Kushnerit, burrit të Ivanka Trumpit, të cilin Edi Rama e thret në Tiranë, i cili pas luftës 12 ditore apo më herët, nuk e mbaj mend saktësisht, përpara luftës, më duket, shkoi në Arabi Saudite dhe mori $2 miliardë nga fondi sovran i Arabisë Saudite që t'i financonte ku të kishte qef ai, dhe një nga këto financime do bëj edhe Sazani i Edi Ramës. Dhe dua të them që deri në datën 28 shkurt gjërat po shkonin në mënyrë të mrekullueshme për Netanyahu dhe për Izraelin, por tani jo, sepse regjimet arabe janë nën embargo në naftës që i ka vënë Irani nëpërmjet kanalit Hormuzit. Industria e tyre naftës që prodhonte dollar që i merrshin izraelitët është në kaos, dhe Irani ka rinxjerr sërish atë rrethin e zjarrt që është për qark Izraelit, ku Hizbullahi, Houthit e Yemenit, milicit islamike të Irakut janë sërish duke goditur Izraelin. Pra, domethënë Netanyahu nga ana strategjike me këtë luftë ka humbur.